Më pëlqeu shumë qëndrimi i Selinës mbrëm, sepse tha shumë për aspektin e saj njerëzor. Që do të thotë? Që do të thotë që në të tilla situata është gjithmonë nusja ajo që duhet të ruaj marrëdhënie, të fitoj dashurinë e motrës. Se në fund të fundit motra ka të drejtë i thotë vllai, m'pëlqen kjo goca me cilën po rri. Kurse ka të drejtë sepse motra e ka familje vëllain. Jeta ka treguar dhe vazhdon të tregoj. Ashtu vazhdon të tregoj që me gruan dahesh, po me familjen mund të prishesh 100 milioner dhe të thesh prapa që. Ti do e ketë ardhur një përgjigje nga produksioni merdi. Për këtë çështje? Këtë çështje. Dhe mendoj që është më e logjikshme që Greta të punojë për të fituar Selinën sesa Selin Gretën. Dhe në fakt ishte Selin që për hir të dashurisë që ka për vllain donte lumturinë e tij edhe nuk e sakrifikoi Gretën asnjëherë, ndërsa Greta Selinën po. Historia e dy kunatave u xhbë tani, domethënë do ketë një harmoni mes dy kunatave, ajo që pritej nuk ndodhi, pra pritej që të kishte një luftë, një. Ajo në fakt që mu më ka acaru prapë mbrëm është fakti që pse po mundon t'ja prishin lojën Selinës. Secilit aty brenda. Pra, unë mendoj që jo Selin, po mos e kur ma lidh çdo gjë, po them, nuk është produksioni që i thot vllai Selinës shko thuj ti largo nga mirë. Nuk është produksioni që i thot kunatës Selinës largo ti. Po jo nuk i nxjerr në tavë diskutimet fare. Problemi është ajo goca po bën super lojë. Po merr një djalë si mirë dhe po e rrotullon si do ajo, po e kap çdo situatë prime dhe ty hyn dhe e çakordon. Çfarë mund të mendoj ajo kur ty të vjen kunata dhe thot njëjtat fjalë? Të vjen dhe vllai thot rri çik më lart në distancë, pra ty të konfuzon shumë aty brenda. Se vllai ja tha? Po ja tha pra vllai mbrëm. Po lozi çik më vetëm i tha. Tash si mund të thosh los vetëm ndërkohë që apo bën shumë, e shikoj që apo bën lojë. Ti po thua që është e qëllimshme apo? Po sepse është mentaliteti i fushës që kemi ne. Ajo shkreta apo bën lojë dhe këto, duke që se ndikon në opinionin e njerëzve. A kupton? Dikon te gresa.